më ranë ciklat e parfumit tek syri. Ndërkohë që në video del, arsyetimi jot, pse ti e atakon Elionën është sepse përqafon Edin, sepse përqafon gjithë çunat e shtëpisë. Kjo është ajo që del. Kjo është e vërteta. Dhe në qoftë se ti ke një pëlqim ndaj një djali aty në shtëpi ose qoftë edhe ndaj Edit, nuk ta ka fajin Eliona me zemër. Jo, unë e pëlqim, nuk kam ndaj kërkojnë atë, se me pas pëlqim e shprejë se jam shumë transparente, nuk më interesan, me pas pëlqim, po është puna që nuk jena Shqetësimi yt, gjithë kohës ka qenë përqafimi Elionës me Edin, që ndërkohë ajo as nuk është përqafuar. Ajo as nuk është përqafuar. Dhe ti e nga ato vajza tipike, Benita, paktën ke treguar këto ditë, kërkoj ndjesë të rreq fjalin që thash, këto ditë ke treguar që sjellja jote është nga ato vajza tipike, që kur një djalë dhe një vajzë mbase mund të bëjë një gest më shumë, fajin e ka gjithmonë vajza. Dhe ti je një vajzë vetë, dhe në asnjë mënyrë nuk duhet ta mendosh dhe të sillesh në atë formë. Nuk e pse i bia i gjatë, si Makelani, por ti mund të thuash po, unë jam xheloze për këtë arsye, dhe do ishte më e ndershme. Jo, se nuk e pranoj në asnjë mënyrë, nuk e pranoj këtë sanë. Okej, Leonora? Okej, është e drejtë, patjetër. Në video e ke thënë këtë gjë. Po e kam thënë që ata që e komendu që nuk është të bëha sen, do me thonë. Po pra, dhe pse ngacmon një njëri që nuk është duke bë sen sipas teje? Kur në më falj? Pse ngacmon dhe bullizon një vajzë që sipas teje nuk është duke bërë sen? Ma shpjego. Pse ngacmon? Nuk e kemi ngacmu. Që s'është të bokur gjë. E kemi lyp shtratin edhe qeq. Okej, e të mandej prej shtratit 2-3 ditë do të vazhdua. Këto ditë, më falë dini, këto ditë, edhe këtë fjali do them, këto ditë unë uroj që vajzat ta ndryshojnë sjelljen dhe jam shumë e bindur që do ta ndryshojnë sjelljen, por këto ditë vërtet keni qenë si motrat e Irushës. Leonora. Fillimisht Benita apo më dëgjon? Po. Je shumë e bukur për të duk aq e egër. Dhe unë kam besu për shkak se ju keni një diferencë të vogël të moshës, unë kam besu që ti do t'jesh shoqe me Elionën. Unë kam besu që ju të dyja mund të shoqëroheshit bashkë. Unë e kom timin tamë. Ajo thjesht, jo po. Ti ke fillu me ignorancë, ti ke fillu me shikime. Jo, nuk është e vërtet. Po, e vërtet është. Benita tani po pret me pranu me gjëra që janë të vërteta. E vërtet është, unë e kom batën tativën tamë. Edhe nuk e pranoj, nuk po zgati ma shumë. Ti e kanë ajo, po më janë shumë keq. Jo, ne i kemi pa të gjitha situatat, pavarësisht se Alba reagoi në mënyrë shumë të egër. Ne i kemi pa të gjitha situatat dhe absolutisht nuk mungon asgjë në atë klip. Asgjë. Dhe për mu ka qenë vërtet e papranueshme sjellja jote karshi një vajze tjetër. Unë kam prit që në këtë Big Brother sherrët të jenë nga djemt, jo nga vajzat. Ato vajza aq të bukura, aq charmante, të cilat kanë një arsye pse ndodhen aty, të gjenden në këto pozita për mu është kogja e papranueshme. Unë e kisha dashur mundal vetëm pak... Jo, pak... po du me thonë që vëmendjen mundeni me e marrë dhe në mënyrat e tjera. Jo vëmendjen me ofendime. Ka mënyrat tjera për me e marrë vëmendjen. Ndërsa ti Eliona, për mua, je një angel. Vërtet je një angel, për mua. Dhe të përgëzoj shumë për durimin, sepse vërtet është kogja e vështirë kur ke një presion të tillë dhe ta ruash maturin dhe t'jesh aq stabile. Faleminderit. Neutrale, faleminderit.